Një aksident rrugor është regjistruar në aksin nacional Pogradec-Lin, ku janë përfshirë 2 automjete. Aksidenti ka ndodhur në afërsi të fshatit Pojs, ku 2 mjete janë përplasur kok më kok me njëra tjetrën. Si pasojë e aksidentit, ka ndërruar jetë një grua, ndërsa burimet bëjnë me dije se janë plagosur 4 të tjerë, ndërsa një prej tyre ndodhet në gjendje të rëndë. Ata janë transportuar me ambulancë drejt spitalit të Pogradecit, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Në vendngjarje kanë mbërritur efektivët e policisë, të cilët po kryejnë veprimet hetimore për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Aksidenti tragjik në aksin Pogradec-Lin i shtohet listës së gjatë të ngjarjeve të rënda rrugore që vijojnë të marrin jetë njerëzish në vend, edhe pse statistikat tregojnë se numri i aksidenteve ka shënuar rënje gjatë viteve të fundit. Bilanci i viktimave dhe të plagosurve mbetet shqetësues. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 87% e aksidenteve ndodhin si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve, duke përfshirë parakalimet e gabuara, shpejtësinë tej normave, mos respektimin e sinjalistikës dhe humbjen e kontrollit mbi automjetin. Segmentet interurbane, veçanërisht ato me lëvizje të shtuar gjatë sezonit veror, konsiderohen ndër më problematike për përplasjet ballore, të cilat shpesh rezultojnë fatale për shkak të forcës së goditjes. Ekspertët e sigurisë rrugore kanë theksuar vazhdimisht se kombinimi i shpejtësisë së lartë me manovrat e rrezikshme mbetet një nga faktorët kryesor të aksidenteve me pasoja të rënda. Sipas Instat, gjatë vitit 2025 u regjistruan mbi 1300 aksidente rrugore në të gjithë vendin, ndërsa qindra persona humbën jetën ose mbetën të plagosur. Autoritetet kanë paralajmëruar se me rritjen e fluksit automjeteve gjatë sezonit turistik, rreziku për aksidente në akset kombëtare mbetet i lartë, duke kërkuar më shumë kujdes nga drejtuesit e mjeteve.